Mirë mëngjes, sot është e diel, është data 8 mars, ne jemi 3 zonja në një tavolinë të rrumbullaket në Top Albania Radio, të gjithë ata që na dëgjojnë nga makinat për të shkuar, për të festuar me motrat, me nënat, me bashkëshortet, me të fejuarat, me njerëzit e shpirtit, i urojmë një të diel të bukur, siç është dita sot. Më të bukur në fakt e bën këtë podcast prania e mikes time, një ndër vajzat dhe gratë më cool dhe me energji më të mirë në Shqipëri, Eda Bano. Faleminderit Eda dhe gëzuar festën e 8 marsit. Faleminderit Joy, edhe unë gjej rastin të uroj të gjitha vajzat, gratë, bashkëshortet, motrat, nënat, gëzuar 8 marsin sot në këtë ditë shumë të shënuar, apo jo, për të gjitha ne. E shënuar, e bukur dhe aq më tepër që do i shoqëroj podcast Labirint në tru. Labirintet e trurit tënd janë perfeksionuar këtë 2 muaj që jemi në podcast? Gjatë kësaj kohe të betojmë që kam pasur ndryshime të jashtëzakonshme dhe ka depërtuar në gjithë qenien time ky podcast. Nuk e beson, po edhe natën e mendoj, e dashuroj, edhe punën, edhe gjithë këtë gjë që kemi bërë. Energjia jote e mirë i ka dhënë shumë këtij podcasti, përpos pjesës që je një nga gratë më inteligjente dhe e mirë arsimuar që ka një rol shumë të madh në jetën e vajzave dhe grave në Shqipëri. Eda. Faleminderit Joy. Edhe nuk di se duket sikur shkëmbejmë qoka me njëra tjetrën, po ndaj të njëjtin, nuk e di, të njëjtin vlerësim edhe për ty. Dhe tani në një ditë shënuar nuk ishte si të ndodhte ndryshe. Kishte si të ishte ndryshe, po. Por zgjodhem personazhin që fjala për ty, për ta përshkruar në mënyrën se si e meriton. Atëherë sot dhe të falenderoj që ma dhe mua fjalën për ta prezantuar këtë personazh kaq interesant në te ky emër kaq i rëndësishëm i muzikës shqiptare, Suzana Turku. Dirigjente, pedagoge dhe personalitet i njohur i jetës kulturore, është një nga gratë që la gjurmë të thella në historinë e muzikës tonë. Dua të them 2 fjalë për Suzana Turkun. Joy, do më lejosh apo jo? Patjetër. Pra, është një nga figurat më të rëndësishme të dirigjimit koral në Shqipëri. Aktivitetin artistik e nisi në Pallatin e Pionierëve në vitin 1960 dhe më pas u arsimua në Liceun Artistik Jordan Misja dhe në Institutin e Lartë të Arteve, ku diplomua në vitin 1977 si dirigjente dhe kritike muzike. Karrierën e saj e nisi si dirigjente e korit të vajzave të Liceut Artistik, me të cilin arriti suksese të shumta dhe bashkëpunoi me kompozitor të njohur shqiptar. Në vitin 1983 u emërua dirigjente e korit të teatrit të operas dhe baletit, ku për më shumë se 2 dekada realizoi repertorin më të gjerë të veprave operistike, vokale simfonike shqiptare dhe botërore, në bashkëpunim me dirigjent dhe artist vendas dhe të huaj. Në ndërtimin e saj, u interpretuar me sukses veprat më përfaqësuese të repertorit operistik dhe koncentrat shqiptar dhe botëror nga Verdi, Puccini, Mozart, Rossini, Bizet, Bellini dhe deri te autor shqiptar si Prenk Jakova, Tonin Arapi, Nikola Zoraçi dhe Avni Mula. Ajo ka krijuar dhe drejton korin Pax Dei, John Simoni, Ëngjët e Vegjël dhe Joy of Singing, duke promovuar kulturën shqiptare në shumë vende të botës. Si pedagoge pranë Universitetit të Arteve, dirigjentja Turku ka një rol të rëndësishëm në formimin e brezave të rinj të muzikantëve. Ajo ka përgatitur student në interpretimin e veprave operistike vokale simfonike si Dido and ANS, Puçeli, Orfeu, Mrika e Prenk Jakovës, Requiem e Arapit e tjerë. Ka qenë dirigjente e projekteve të mëdha muzikore si Broadway Night, Jesus Christ Superstar dhe spektakli televiziv Virtuozët. Ka marrë pjesë në konferenca ndërkombëtare, ka botuar për mbledhje korale shqiptare dhe ka realizuar disa CD me regjistrime vokale korale. Për kontributin e saj është nderuar me titull artiste merituar në vitin 1989, Magjistra Kori Honorary Title në 2012, mjeshtër i madh në 2021 dhe mban gradën shkencore doktor
në etnomuzikologji në 2013. Ju paraqesim këtë njeri shumë të shkëlqyer dhe të ndritur të figurës muzikore shqiptare, Suzana Turku. Faleminderit shumë, ishin fjalë që u emocionova. Gjithë kjo karrierë. Zana, faleminderit. Faleminderit që pranove ftesën e para. Ti nuk je vetëm ai njeri në CV-n tënde të lartë, por je një njeri i bukur në shpirt, në zemër, në karrierë dhe të mbajnë mend si njeriu më të saktë të gjithë studentët e tu ndër vite. Shpirti yt i bukur ju ka plotësuar atyre panoramën në tërsinë e tyre, se mendoj unë që një nxënës se një student që të mban mend prej 30 vitesh, do të thotë që ti ke lënë shenja të mëdha në jetën e tij. Dhe në fakt, në podcast Labirint në Tru, ne kemi si mision të ftojmë njerëz që kanë lënë gjurmë shumë të thella. Dhe ti ke lënë gjurmë dhe në shpirtin tim, sepse më poshtë do themi se pse i ke lënë këtë gjurmë kaq të thella dhe pse jam kaq e lumtur sot që në këtë ditë feste për vajzat dhe gratë shqiptare, ti je ftuara jon speciale. Faleminderit që pranove ftesën. Faleminderit Gjoj. Sa bukur e the që vërtet njerëzit duhet të lejnë gjurmë. Duhet të lejnë gjurmë në jetën e tyre. Fati jon i madh që i japim mësim ose kemi dhënë mësim, dhe unë kam qenë nga 76-a që kam dhënë mësim që nga liceu artistik dhe nuk ka kënaqësi më të madhe tani që janë dhe rrjetet sociale, kështu që më shkruajnë nxënës që i kam pasur që nga liceu artistik. Nuk ka kënaqësi më të madhe kur ata janë mirënjohës dhe kur ata të vlerësojnë. Edhe thua pasaj, ua, po unë pas kam bërë diçka, sepse ti mund t'jesh vetë në skenë, ke jetë koncertale, ke jetë skenike, por që të japish kontribute për të krijuar breza artistësh, atëherë me të vërtet pas kam bërë edhe unë diçka. Por nuk jam e vetmja. Gratë në përgjithësi lejnë gjurmë, sepse gratë janë shumë të sinqerta dhe të përkushtuara në punën që bëjnë. Zana, si e kujton momentin e parë kur si dirigjente, madje mika ime Gjoj tha ishe dirigjentja e parë në Shqipëri, por nuk e pranove me atë thjeshtësinë tënde. Si e kujton atë momentin kur si dirigjente unë ngjite për herë të parë edhe e kreve këtë? Unë mendoj se dirigjentja e parë grua shqiptare ti je. Jo, nuk e pranoj. Para meje dhe të cilën unë e zëvendësova, se gjithmonë brezat zëvendësojnë. Mbas meje vjen dhe dikush tjetër e kështu, ka qenë Rozmari Jorganxhi, një soliste e njohur në teatrin e operës, si mezzo-soprano dhe dirigjente e korit, shumë i madh që kishte studiuar në Konservatorin Çajkovski, ndërsa unë vija nga shkolla shqiptare. Përsa i përket pyetjes që më bët ju, rruga ime e artit nuk fillon si dirigjente. Unë jam ngjitur në skenë që në vitin 1960, kur isha fëmijë, në pallatin e pionierëve, që thatë dhe ju, kështu që skena për mua ishte tashmë e njohur, por që hypen në një stad tjetër, që ishte dirigjenti. Fati im ishte që unë punova me korin e vajzave të liceut artistik dhe kam thënë gjithmonë, ai kor për mua ka qenë një laborator, ku aty çfarë dija, çfarë kisha mësuar, i vura të gjitha në jetë aty dhe mësova. Ato mësonin nga unë, por edhe unë nga ato. Mos them që unë akoma mësoj me personat të cilët unë i kam përpara dhe drejtoj, sepse janë të ndryshëm, unë mësoj nga ata. Pse mësoj nga ata? Sepse unë duhet patjetër që t'i përshtatem personave ose koreve të cilët unë i drejtoj. Dhe hera parë, sigurisht që ka pas emocionet e veta, Zana nuk ka qenë ajo që është tani, se më thot në një studenti, po më dridhen pak duart, po edhe mu më janë dridhur duart kur kam drejtuar në fillim, derisa njeriu fiton një siguri. Zana, unë dua të ndërhyj pak për të kuptuar çfarë ke ti të veçantë në brendësinë tënde që gjithë studentët para teje janë në një hap ushtarak.
Për shembull, unë kam një akademi dhe ditën e premte ishte ora që ti shpesh bëje prova për korin e radhës dhe gjithë mësuesit që japin mësim te akademia që drejtoj unë, kërkesa atyre parë ishte të lutem mos më lëror në këtë fash orari sepse un kam kohë me zyshzanën dhe zyshzanës është e pamundur ti mungosh. Pra kush ka qenë qelsi yt, se s'ka pedagog që nuk të mungon studenti e nxënësi, ja? Jo vetëm në shkollë, po njeriu i erë ka disiplinën në jetë, disiplinën e tij aq më tepër kur je drejtues. Dhe them që jo vetëm për mua, por suksesi i një drejtuesi në rast parë është disiplina. Është disiplina, është të jesh një në rregull ti vetë që të kesh mundësi t'i kërkosh tjetrit llogari. Është e vërtetë ajo që unë e kam pasur dhe e kam akoma, që kur kam filluar në fillimet e mia, është orari i fillimit të provave. Korreksin dhe rregullsin. Korreksin. Më pëlqen se e kam brymosur dhe te vetja ime. Jo, po nuk bëhet ndryshe. Nuk bëhet ndryshe. Edhe sot ishte shumë korrekte, ka ardhur edhe përpara nesh. Po jam mësuar edhe në punë kur shkonim dhe kur isha në opera, gjithmonë shkonim më përpara, të gjithë ne drejtuesit. E kishim, nuk e di, të vjen vetë ajo, në kuadrin e kësaj. Kemi maman e Oriola Marasit në panel, por unë dua të bëj një pyetje. Jam së pari Gjojaka Eda, mamaja Oriolës. Po Gjoj, gjithmonë e thua, po mirë, po përfitoj nga rasti të bëj këtë pyetje. Pra, Oriola Marashi ka qenë nxënësja juaj apo jo? Studentja. Okej, nga që thatë që neve ngelimi nxënës të përjetshëm, prandaj pas në këtë kuadër. Oriola tani mos ma bëj pyetjen fare se flasun dy fjalë për Oriolën. Oriola hyn tek studentët që unë i kam dashur, i dua shumë. Ka qenë vajzë kur ishte në shkollë, pavarësisht ajo gjë e bukur e gjatë ashtu, ishte shumë korrekte. E linte ndonjëherë orën e mësimit? Asnjë, tek unë jo. S'bëj fjalë. Tek unë jo. Unë përgjithësi nuk jam marrë me studentët çfarë bën filan orë ose unë shikoj vetëm me mua, marrëdhënien që ka me mua, jo vetëm Oriola, por të gjithë studentët që kanë kaluar tek unë. Oriola ishte jo vetëm korrekte shumë, se nuk është korreksia vetëm të shkosh në orar dhe të rish urt, por ishte shumë e përgatitur. Oriola i dinte të gjitha partet. Do me thënë kishte shumë dëshirë për ta bërë. Dhe tani po e shfaq talentin apo jo Gjoj, se po na këndon shumë bukur, po spikat edhe në këngë. Unë kam aktivizuar dhe në koncerte që kam pasur me klasën korale. Po të kesh një mësuese, një pedagoge si Zana Turku, s'kishte si të ishte ndryshe. Shiko Zana, shumë mirë njohje për këtë fjalë. Ajo është një vajzë artiste e brymosur dhe e formatuar, mendoj, nga dy maestrot që i kanë dhënë jo vetëm profesionalizëm, por edhe dashuri, Suzana Turku dhe Alma Strazimiri, që të dyja i kanë dhënë shumë dashuri mbi gjitha, por sot i rrefeva në mëngjes kur më uroi gëzuar festën. Tha, unë jam njeri më i lumtur në botë që për këtë fest i ke ftuar zyshën time që unë do adhuroj deri në fund të jetës dhe që më ka formuar artistikisht. Dhe në fakt më dha leje për të folur për të vetëm se është Suzana Turku në panel dhe ti e adhurimi i asaj vajze deri në fund të jetës. Edhe unë dua shumë e lumtur. Edhe unë e dua shumë Oriolën dhe me që është edhe dita e festa e gruas, si themi ne, festa ndërkombëtare, unë i uroj sa më shumë suksese në fushën që ajo ka zgjedhur. Sepse aty e ka gjetur veten, aty ajo po shkëlqen dhe ka kohë, është shumë e re dhe ka kohë për gjithçka të plotësoj të gjitha dëshirat e saj. Ju përkushtua maksimalisht edhe muzikës dhe kjo ndoshta edhe fal teje dhe fal asaj atij shpirti muzikor që i ke instaluar në gjithë dejet e saj. Unë mendoj jo për vetëm për Oriolën, neve punojmë me të gjithë. Punojmë njësoj me të tërë. Me qenë se jemi këtu, unë do shkoj për një hapësirë të vogël publicitare. Dhe mund të falenderoj Muj Lajthiza me këtë radhë, Gjoj. Për të falenderuar Muj Lajthiza. Dhe të freskohemi pak, por dua që pas publicitetit të pyesim pak kush janë disa emra të tjerë që të kanë ngelur në kujtesë. Nuk duam këtë
këtë puntat t'ja dedikojmë vetëm Orioles, sepse ka shumë emra të mëdhej shqiptar dhe botëror të cilët ti ke formatuar. Shpeshherë unë them që jam pjesë. Lum ai nxënës dhe student që formatohet nga profesor perfekt. Publicitet dhe rikthehemi pas pak. Jemi me podcast Labirint në tru. Është e diel, para nesh është e madhja Suzana Turku. Në kohën e publicitetit të fillove dhe po thoje emra pafund të nxënësish dhe studentësh të cilët kanë marrë dije nga ti. Kush janë 3-4 prej tyre emrat mëdhej që ty të kanë lënë shije? Shiko, Gjoj, për pedagogun të gjithë studentët janë të mëdhenj, por jeta vetë, mbasi mbaron studimet, dikush e vazhdon rrugën e artit, të muzikës, ka fatin të specializohet edhe të ngjitet në skenat ndërkombëtare, dikush tjetër gjen një mënyrë tjetër për të jetuar. Por nuk është se unë i kam formuar, duhet të jemi pak edhe të sakt, për të krijuar një artist, një figurë të një artisti, janë disa persona, janë disa lëndë të cilat japin kontribut për formimin e tyre. Nuk rri dot pa të ndërprerë në këtë pikë. Po. Unë kam mbi 10 emra artistësh për shkak se drejtoj një akademi artesh private, që thonë që unë jam formuar gjatë jetës time nga Suzana Turku. Po mirë, nga që lëndët që kam dhënë unë, klasa korale dhe klasa e operas i përmbledh të gjitha lëndët, dhe aty për shembull klasën e operas i krijon një personazh, në klasën korale mësohesh atë që ke mësuar gjatë në lëndët e tjera edhe e shpreh të gjithë bashk, prandaj them për këtë. Po emrat më mëdhenj është Inva Mula, duke filluar që nga liceu artistik, Ardit Gjebrea, Piro Çako, që kanë qenë në një klasë këta po janë shumë instrumentistë që kanë qenë në liceun artistik, që janë në për skenat botërore dhe në për orkestrat botërore. Për shembull, ne kemi pasur 2 personazhe në podcast, Diego Zelka dhe Doliana Veliaj, që kanë një admirim të jashtëzakonshëm për ty. Po, Diegon edhe student, edhe mbaroi dhe shkëlqyer Diego, edhe Doliana, të dy janë të aktivizuar në korin Joy of Singing, që nga viti 2015, jo vetëm si korist, por edhe si solist. Diego ka një sukses shumë të madh në koncertet që japim, se ka goxha aktivitet me Joy of Singing, jo vetëm në Shqipëri, por edhe në Francë, edhe në Greqi, kudo që kemi vajtur. Një porosi dhe një mesazh të shkurtër për këto studentet e tu dua tani. Mesazhi im jo i sotëm, po gjithmonë sa herë më jepet mundësia të flas, është një artist duhet vetëm studim, punë, dëshirë, pasion për të bërë atë që duhet ta bëjmë. Po me neve, mund të na ndash në një kujtim të veçantë që ke me ndonjë, do me thënë në gjithë të vite dhe gjithë të emra që thatë, në një kujtim të veçantë me ndonjë student gjatë jetës tuaj, a mund të ndash? Tani keni kapur që kështu se kam kalu kaq shumë student, kaq shumë artist, edhe të rinj edhe fëmijë. Po, e pam, duket sikur duhet kaloj me do e mos nga duart tuaja që të bëhet një njerëz shkëlqyer, ëh? Kam kujtime, shiko, kryesorja është që unë nga të gjithë që kam punuar ose edhe kam bërë mësim, unë gjithmonë kam marrë kënaqësi. Gjithmonë jam gëzuar, jo vetëm për atë që kemi arritur bashk, por dhe për atë që unë shikoj mbasi kanë mbaruar frutet e punës të gjithë pedagogëve, jo vetëm po vajzave të reja që aspirojnë të vijojnë këtë rrugë, çfarë do t'i këshillonit? Është një vajzë të cilën unë e kam mbajtur, tani është studente dhe mbaron, Maria, është vajzë shumë e talentuar, e do profesionin, e do dirigjimin, dhe ti në momentin që e don profesionin tënd,
ti do bësh patjetër diçka, sepse do bësh të pamundurën për të arritur aty ku duhet, një nivel të lartë, kuptohet. Ne nëse kemi sjell deri këtu, duhet patjetër brezi i ri, ata që vinë mbas nesh, ta çojnë shumë më përpara, sepse edhe vetë jeta e koha, bota ka marrë një zhvillim shumë të madh, kështu që informacioni është shumë i madh, ne nuk kemi pasur fare informacion, po unë nuk para më pëlqen të bëj dhe kështu krahasime, ne atëre kështu, juve kështu. Jo, sipas kohës bëhet edhe puna, arrihen edhe nivelet. Suzane dashur. Urdhra. Ti ke qenë një zëvendësministre e suksesshme, realisht. Unë të kam takuar në atë kohë, Oriola ishte e vogël në atë kohë në lice dhe nuk kishte filluar akoma të marrë mësimet në Akademinë e Arteve me ty. Dhe dita e parë kur të kam parë, kishe një klasë, një elegancë, një finesë dhe kam thënë, wow, moda në këtë zonjë të madhe duket aq e bukur, aq e fishme, me aq klasë. Atë ka penguar ty kohën që u more me politikë të bësh të modë, sepse dukeshe me një femër që rrezaton në të gjithë, me gjithë sharmin tënd. Pra, politika dhe sharmi arrin me njëra tjetrën bukur, mund të ndërthurën nëse një femër është e mençur dhe të ditë të caktoj kohën e duhur dhe vendin e duhur për veshjen e duhur? Atëherë, kjo fillon nga respekti që ke për veten. Dhe nuk ka të bëj fare, merresh me këtë apo merresh me atë. Njeriu duhet të mendoj, prap mendimi im është ky, duhet të mendoj si të ndihet për vete një herë mirë dhe pastaj për të tjerët. Prandaj thash, është një respekti për veten. Mua nuk më ka penguar asnjë, jo vetëm në këtë periudhë, por gjithmonë me mundësitë që kemi pasur, jam munduar dhe të kurohem mirë për veten time, të jem thjesht edhe bukur. Dhe a ka ndonjë politikan në Shqipëri që do të jepje pikët maksimale nëse do ta merrje në provim? Nuk se kam menduar këtë. Për mua janë të gjithë njësoj. Janë të gjithë njësoj, për mua kryesore është që njerëzit të dinë të sillen mirë. Kjo e njëherë është ajo që e zbukuron njeriu, e kuron njeriu, të sillen mirë, ta respektojnë personin që kanë përballë ose me të cilët punon, dhe unë prandaj e kam thënë, se më pyesin për suksesi e kështu. Suksesi im nuk është individual. Suksesi i një drejtuesi është kolektiv. Pse? Sepse gjithë puna ime varet komplet nga personat që unë kam përballë, si më kuptojnë ata, si më përgjigjen ata, si i japin mendimin tim, po kjo bëhet, si bëhet? Kjo bëhet nga marrëdhënia që krijon ti me ata. Duhet ti të respektosh ata në fillim dhe ata duhet të respektojnë ty. Po si arrihet respekti? Respekti arrihet jo me dhunë. Respekti arrihet duke ja thënë ose duke e vlerësuar aftësinë e tjetrit, që ai pastaj në thojza është jo të shërbej ty, po ti shërbej të përgjithshmes. Po kompromis midis punës, politikës edhe dirigjimit. Absolutisht, dirigjimi edhe nuk jep jetës personale. Nuk kam bërë asnjëherë. Nuk kam bërë asnjëherë kompromis, ndofta mund të jem prishur dhe me persona për hir të punës, jo për gjëra të tjera, unë nuk kam bërë asnjëherë kompromis. Po prandaj Zana që kemi sot modelin e çdo gruaje në Shqipëri. Dhe faleminderit që ekzistojnë gratë të tilla që janë motiv dhe emocion i bukur nëpërmes punës, pamjes, elegancës dhe civis, që është një libër i tërë që mendoj një ditë do shkruajmë një libër bashkë. Dhe gjithçka që transmetojnë, apo jo Gjoj, transmetojnë mirësi dhe janë një objekt që nga të cilat vetëm mësohet sa më shumë të përthithësh. Vërtet që një falënderim shumë i veçantë për juve Zana. Zana, ne në podcast e trajtojmë individin edhe me labirintet. Kush janë 3 labirintet që ke kaluar, pra mendja jote është tulatur në një moment caktuar, në adoleshencë, në prag martesës apo gjatë karrierës tënde? Dua 3 pikante. Edhe unë njeri jam.
pavarësisht që dukem kështu e fortë, drejtoj shumë njerëz, siç ka vetë jeta labirinthe, ka truri labirinthe. Shumë gjëra kalon, jo vetëm 3, sepse sipas ciklit, sipas viteve, sipas moshës. Më pikantet nuk lë pa mi thënë, në adoleshencë, gjatë kohës që ke drejtuar politikisht dhe gjatë karrierës tënde akademike. Shiko, po e them këtu, po filloj këtu nga Ministria e Kulturës. Ishte një diçka që unë nuk e kisha prekur përpara. Me thënë drejtën, kam pasur shumë në fillimet e mia në atë kohë. Lexoja shumë, punoja shumë, nuk kisha orare, por që më ndihmuan shumë grupi. Kam punuar gjithmonë në grupe edhe këtu në ministri, ndërsa për sa i përket sigurisht që në rini si të gjithë kanë ato gjërat të shkoj këtej, mos shkoj andej patjetër, por labirinte ke gjithkohës. Asnjëherë njeriu nuk është i qetë. Pse? Sepse ndodhin shumë gjëra, kanë fëmijët, problemet e fëmijëve, i mendon, i bën, si do t'i zgjidh. Kështu që unë mendoj që deri në fund të jetës ne do kemi gjëra të këtilla. Atëherë, po të kesh një personalitet kaq të lartë në ditën e 8 marsit, nuk mund të rrish pa i bërë një pyetje. Kush ka qenë marrëdhënia jote më e bukur dhe më kuruar në detaj me Timon tënd të dashur? Unë jam gjithmonë me Timon. Dhe gjithnjë e kuruar në çdo dimension. Me Timon nuk e di, që kur jam njohur me Timon dhe deri tani më duket sikur jam njohur që nga fillimi, jam akoma në fillimet e mia. Ke një gjë për t'ia thënë sot? Sa e bukur kjo. Të kemi shëndetin, të dy bashk, rrugën që kemi nisur të jetë sa më e gjatë dhe e shëndetshme, të gëzojmë jetën, të gëzojmë fëmijët, niprit, mbesat, të kemi gjëra të bukura bashk. Ne kemi surprizë për ty sot. Po. Një palë syze shumë të bukura nga Enzo Attini, janë menduar me shumë elegancë për ty. Faleminderit shumë. Por jo vetëm. Kemi edhe një libër grua për gruan e madhe Suzana Turku. E Gjojt. Libri Gjojt. Si edhe sa bukur mesazhi, shkruan më Gjoj. si edhe mesazhi për lirinë që udhërove grave shqiptare. Faleminderit që ekziston. Faleminderit edhe ti, faleminderit dhe vërtet për lirinë e grave shqiptare, gruaja shqiptare në këtë ditë nuk duhet vetëm të mendoj, të gëzoj, të festoj. Ato labirinthe në tru i ka çdo grua dhe gruaja duhet të jetë e guximshme dhe e vendosur për t'i çuar aty ku duhet, për ta drejtuar aty ku duhet labirinti dhe për ta zgjidhur në mënyrën e duhur. Ne kemi edhe një dhuratë nga Do na e bësh qepin ti provosh ato syzet e Enzo Attinit, sepse Enzo i zgjedh me shumë kujdes. Ma keni gjetur sepse unë i pëlqej shumë syzat dhe blej. Të gjithë i pëlqejmë, kështu që Blej shumë. Apo këto që kanë. Sa të bukura. Faleminderit. Sa të Unë do t'i bukura. vendos. Faleminderit Enzo Attini. Vendosi ti shohim sa bukur të rinë. Wow, super moderne. Wow, sa e bukur. Je vërtet edhe një grua shumë e bukur. Shumë. Edhe në këtë ditë, në fakt, të gjithë neve ç'a presim? Dhurata. Dhurata dhe kjo ishte një dhuratë. Edhe vëmendja dhuratësh. Nga Endri Beqo. Ua, faleminderit djalë. Shumë. Na e trego dhe neve Zana. Po. Sa e bukur. Sa e bukur. Një figurë e kompletuar. Jetës, rruga e melodisë dhe gjithçka që ke për vlerat e tua. Ky ishte labirint në tru sot faleminderit. në Sa ditën e 8 interesant. marsit me Suzana Turkun, të madhen Suzan. Faleminderit. Faleminderit shumë Suzana që ishe me ne sot. Shumë faleminderit. Përshëndetje. Kthehemi në pjesën e dytë të puntatës së podcastit të sotëm, pikërisht në datën 8 mars dhe kemi të ftuar special Merita Thoma dhe djali i saj Gersi Troka. Mirë se erdhët të dy. Paraprakisht dua
të lexoj sepse Gersin e kemi një kampion dhe Merita është mamaja e kampionit. Jo më kot ju kemi ftuar sot këtu. Frymëzim nga një kampion. Unë quhem Gersi Troka, jam 25 vjeç dhe sot jam student në vitin e 3 bachelor në Universitetin e Sporteve Tiranë në Fakultetin e Shkencave të Lëvizjes. Jam studenti i parë me sindromën Down në historinë e Shqipërisë që ndjek studimet në këtë universitet. Ky fakt nuk është thjesht statistik, është rrugë, është përpjekje, është besim. Rruga ime nuk ka qenë e lehtë. Pas përfundimit të shkollës së mesme profesionale për TIK, ëndra për universitet u duke pamundur, sepse nuk ishte kuota për persona me aftësi të kufizuara intelektuale. Atëherë nuk u ndala. Punova në magazinën e LCY Kikit, duke vendosur sisteme alarmi dhe etiketa çmimesh. Ishte një punë që e bëja me përkushtim dhe krenari. Aty mësova çfarë do të thotë disiplinë, përgjegjësi dhe respekt. Unë ndjeva i vlerësuar, i mbështetur dhe i korrigjuar kur gaboja, sepse edhe kritika, kur vjen me dashuri, të rrit. Por mbi të gjitha, në çdo hap të jetës time, ka qenë mami im. Babi u nda nga jeta kur unë isha vetëm 1 vjeç e gjysmë. Që atëherë mami u bë gjithçka, nën, baba, shoqe, mësuese, mbështetje e palodhur. Ajo më mësoi të mos dorëzohem, të jem luftarak, këmbgulës dhe të besoj te vetja ime edhe kur bota dyshon. Çdo arritje që kam sot mban brenda forcën e saj. Gjatë jetës sime shkollore, në 9 vjeçare, në të mesme, në universitet dhe në punë, kam përballuar shumë vështirësi, por kam njohur dhe njerëz të jashtëzakonshëm, shok, shoqe, mësues, drejtues që më kanë mbështetur, inkurajuar dhe besuar tek unë. Ata më mësuan se përfshirja nuk është mëshirë, është mundësi. Kur isha 10 vjeç, mami më çoi në pishin. Noti u sugjerua si sport për zhvillimin tim fizik, por u kthye në pasaportën time drejt botës. Që nga viti 2016 e deri më sot, stërvite me trajnerin Gentian Lama dhe falti trajnerëve të tjerë dhe administratorëve të pishinave, u bëra sportist profesionist. Kam marrë pjesë në gara kombëtare dhe ndërkombëtare në Firenze, Kosovë, Çeki 3 herë, Kanada, Portugali, Abu Dhabi, Berlin dhe Angli, me medalje, diploma dhe përvoja që më kanë formuar si atlet dhe si njeri. Një rol të pazëvendësueshëm në jetën time ka pasur Down Syndrome Albania dhe Special Olympics Albania, ku jam atlet që nga viti 2019. Me këtë organizat kam përfaqësuar Shqipërinë 2 herë në lojrat olimpike speciale botërore. Në 2019 Abu Dhabi dhe në 2023 Berlin, ku fitova medaljen e artë në 200 metër stili lir, duke u bërë sportisti i parë me aftësi të kufizuara intelektuale në historinë e Shqipërisë që fiton në këto lojra. Unë nuk jam vetëm notar, jam edhe basketbollist, jam artist. Fal bursës për pikturë pranë qendrës Gjoj dhe Xhulia, mësova të shpreh veten me ngjyra, me ndihmën e profesor Endri Beqo, sepse aftësitë nuk janë vetëm fizike, janë shpirtërore. Kjo është historia ime, një histori që tregon se aftësia ndryshe nuk është kufi, por një mënyrë tjetër për të arritur majat, dhe në zemër të saj është një nën që nuk u dorëzua kur. Me respekt, krenari dhe mirënjohje, Gersi Troka. O, Eda, ma ke bërë Gersin për të derdhur lot gëzimin. Do me thonë një lot i Gersit rrjedh tani në përfaqen ato sytë e bukur të shkruar që i ka dhe i ka si të pikturuar, si ato pikturat e Endrit. Dhe tani ne jemi për fest dhe nuk duam vetëm lot gëzimi sot. Çfarë ke për t'i thënë mamit tënd përveç atyre që shprehen në letër, Gers, se u preke shumë sot? Pa sigurisht se prekem kur përmendet emri i papit. Sepse nuk kam të një perceptim kaj thjesht nga fotot e tia. Dhe këtë sëp të t'i uroja 8 marsin, mami tim, se më kam mbështetur deri tani në këtë rrugë tim. E të jemi të fort deri në fund. Zemrat e mia. Sa moment prekës. Zemrat e mia, o shpirt. Edhe fshi lotët.
trimat vërtet edhe kampionët vërtet thonë nuk qajnë, por jo edhe qajnë sepse duan të tregojnë edhe ata anën njerëzore dhe jo vetëm anën fizike. Merita një super mama që tregon veten në çdo moment. Faleminderit. Ishte shumë i bukur dhe spontan ky përqafim dhe më pëlqeu shumë. Gjoj, mund të ndërpres pak? Unë kam njohur babain e Gersit, kam pasur fatin e mirë ta njoh. Këtë nuk e dija. Ti nuk e dije dhe kjo ishte një surprizë dhe në qoftë se babi yt do ishte sot, ai do t'i dhuronte lule mamit sepse i till njeri ishte. Një njeri me një botë të jashtëzakonshme, një njeri gentil, nuk e di, domethënë bënte dallim, jo se nuk është më tani. Unë e kam pasur shef, por vërtet që ishte një njeri kujdesshëm deri në detaje. Ka qenë një fat i madh edhe për Meritën, edhe për ty Gersi, por në mungesën e babait ishte ti ai që e zëvendësove denjësisht. Dhe kjo është shumë e bukur. Unë nuk e dija këtë element dhe faleminderit që ma the, dhe kjo është edhe një element shtesë i podcastit Labirint në Tru, që ne i nxjerrim të gjitha gjërat gjatë çdo episodi. Dhe Merita vërtet e ka treguar veten e saj gjatë gjithë këtyre viteve si një grua dhe meriton vërtet ftesën që i kemi bërë sot për 8 marsin, një nën e përkushtuar, një grua heroin. Faleminderit shumë. Edhe unë e kujtoj momentin që thot Eda për 8 marsin, madje gëzimi, domethënë bashkëshorti im atëherë ishte në Milano se bënte reze me që ishte i smur dhe që Andeja ka dërgoi porosi që të merren lulet nga një karafil për secilën dhe jo vetëm aty në brenda në atë ekipin e stafin e punës që kishim neve, që ishte edhe Eda, por edhe jashtë asaj ke motra ime e çojnë në spital, e gjithandej domethënë dha porosi që të neve në ditën e 8 marsit të na shpërndaheshin lule. Dhe flasim 25 vite përpara, domethënë çfarë gentilese dhe çfarë njeriu i arir që ishte. Merita, unë të kam njohur në një moment kur Gersi ka ardhur për studiuar pikturë me profesor Endrin, që ne e kemi pjesë të podcastit. Për fat të mirë. Për fat të mirë, realisht. Dhe jam emocionuar shumë kur të kam parë dhe jo me kot në podcastin Labirint në Tru, mendova që 2 personazhe gra të jashtëzakonshme, një artiste si Suzana Turku dhe një mami që ka rritur një sportist kampion si Merita Thoma, janë përplotësuese për të dhënë një mesazh të qartë, të bukur dhe të prerë që edhe me vështirësi jeta është shumë e bukur, sepse edhe Zana ka kaluar një vështirësi shumë të madhe në jetë dhe ja ka dalë që të jetë kampione në çdo hap të jetës. Si ja ke dalë për të qenë kampione në çdo hap, Merita? Me thënë të drejtën, Joy, neve jemi takuar bashkë, se po e filloj nga njohjet, si ashtu si dhe me Edën. Jemi takuar në promovimin e një kënge të Aurela Gaçes, po 99 sfida. Atëherë ajo e promovonte në një lokal dhe i promovon të gjithë dhe në atë talentet me sindromin ashtu Down. Është dhe në atë videoklip që ajo kishte bërë me këngën e re, mori dhe Gersin dhe disa të tjerë, domethënë që i kishte përzgjedhur me aftësitë kufizuar fizike, me aftësitë kufizuar intelektuale dhe kampion që ishte në not, kishte marrë një person që ishte në burg, domethënë që jeta ka sfida për të gjithë dhe të gjithë njerëzit në këtë jetë janë njësoj. Dhe ne sapo u takuam, ti me atë bujarin tënde, me zemër gjersin tënde, me njëherë, do më thënë ne njiheshim për herë të parë aty, i ofrove Gersit bursën për bursë në piktur në pranë qendrës Joy and Julia dhe që tash është bërë Joy and Academy Art dhe kështu që ne të falenderojmë shumë dhe të jemi shumë mirënjohës. Shiko, ti je vlerë rrallë. Faleminderit që e ceke. Unë dhe Gersi bëm një vallëzim shumë të bukur. Unë kam videon dhe do shpërndaj në momentin që jepet emisioni. Edhe atë video sepse ka qenë shumë e bukur dhe unë po e them me shumë sinqeritet që bursa që më ka dhënë më shumë lumturi nga gjithë
numri madh i bursave që kam dhënë ndër vite në akademinë që drejtoj, ka qenë bursa dedikuar kampionit të notit Gers Troka. Dhe ne u ndjem shumë mirë sepse nuk ishte vetëm Gersi pam pastaja. Aty kishte edhe të tjerë si Soirdio edhe Niko në kanto dhe ka shumë të tjerë, domethënë që janë të komunitetit që përfaqëson Gersi dhe kështu që ne jemi shumë mirënjohës edhe të vlerësojmë shumë. Dhe jemi shumë të nderuar që jemi në këtë podcast, aq më shumë edhe me Edën, sepse njihemi prej vitesh. Faleminderit edhe më lejo të bëj një pyetje. Cili ka qenë ose cilat kanë qenë momentet më të vështira të tuat si nën gjatë rrugëtimit tënd me Gersin? Me thënë të drejtën, Eda dhe juve mikesha të dyave këtu, se ju kam shumë mikesha, po thuaj se i kam lënë një çik mbrapa, meqense deri tashti neve mundëm çam që të arrinim në këto rezultate që ka Gersi tashti, por me thënë të drejtën vështirësia ka qenë ato vitet e kur lindi Gersi, duhet që të merja informacion se ku duhet kërkoja, domethënë që të punoja dhe mbështetje dhe përkrahje, vetëm përpara ke parë. Në asnjë moment edhe kur humba bashkëshortin, vërtet u ndjem vetëm për një moment sepse na mungonte, si thon burri i shtëpisë, babai, bashkëshorti, por megjithatë nuk ishim vetëm sepse kishim njerëzit tanë të familjes që na ndonjën pranë, prindrit e mi, motra ime ishte mjeke bashkë me bashkëshortin, na ndihmuan, na drejtuan, domethënë se ku duhet të drejtoheshim, të kërkonim ndihmën. Prindrit e mi si haroj se dhe ata nuk jetojnë tashti. Mamaja filloi të merrej që fëmijë i vogël beb, kërkonim nga ato vajrat që ishin karakteristike për të masazhuar këmbët, trupin e Gersit dhe për t'i dhënë fuqi, domethënë gjatë gjithë kohës. Babai im pastaj kur Gersi filloi shkollën fillore, pati ato vështirësitë e para dhe Gersi dhe kështu që kishim disa vështirësi që ai ta ambientoi aty, ai rinte në korridorin e shkollës në momentin që në qoftë se Gersi do shprehte ndonjë pakënaqësi ose që nuk do qëndronte dot, ai ta merrte. Ishte në gatishmëri tërkohën. Në gatishmëri gjithë kohën dhe por unë nuk u dorëzova edhe kur më thanë që shiko se sikur ta lër këtë vit Gersi dhe të filloj vitin tjetër, unë nuk e pranova atë gjë, i thash unë do vazhdoj, unë kërkoj, nuk ju kërkoj juve që t'ju tregoj ligjet që janë në fuqi për këtë gjë, por unë ju kërkoj juve bashkëpunim, si unë, si juve dhe me prindrit e nxënësve që ishin në klasën e Gersit, dhe kështu të gjithë bashkë bëm një ekip dhe që vazhduam përpara. Merita, faleminderit për gjithë të sqarimet, por duam t'i japim kohë atëherë si e ke balancuar sportin, stërvitjen dhe artin shpirtëror të kulturës? Si i ke gjetur kohët, momentet për të qenë edhe në art, domethënë në pikturë edhe në not që vete stërvitesh? Unë i kisha me ëndra të reja t'i ska edhe e arita, kisha shumë mësu ëndra të vazhdoja përpara, të merresa me muzikë, të stërvitesa me sport edhe me pikturë. Por si pas momentit të cilës time unë nisa edhe të pikturoja në sëndërën tuaj. Gersi, gjatë kohës që bashkë bisedonim kur ti bëje pikturën, unë të bëja shpeshar pyetje dhe një nër pyetjet ka qenë në cilin televizion ke qef të intervistosh për herë të parë dhe më thej që si artist unë adhuroj Noizin, kurse si politikan Edi Ramën. Ti pate fatin që ti takosh edhe Noizin dhe Edi Ramën. Tani kam një pyetje. Ku është më mirë në podcast të Edi Rama apo të Gjoj Jakaj? Tani më pare të mamë pyetje. Unë këtu nuk ta të redhë kolaj, por nisë... E bukur kjo. Por unë nisë të ta them. Më të rysë është më mirë këtu të krapirinti, si pënë pyetjet më të sakta, kurse tek podcastin me Kërmenisin ishte si i mbledhur edhe nuk tonë të spase shumë pozitivitet
me pyetjet se pëndaj. Ka pas emocione, Gjoj, ka pas më shumë emocione ndoshta. Këtu po ndihesh pak si në shtëpinë tënde, nga që edhe ti na njeh ne. Po, sigurisht. Çfarë kërkesë ke për kryeministrin e Shqipërisë për të plotësuar për gjithë personat me aftësi ndryshe dhe me sindrom Down? Atëherë unë do t'i kërkoja kryeministrit për kuotat për aftësinë e frysuar intelektuale, se nuk ka kuota për në universitete. Në universitete nuk ka kuota të selura në për universitetet e tjera ku bëhet studim për këta personat me aftësi të kufisuara. Ti ke takuar edhe Noizin apo jo? Po, sigurisht. Do me thonë ëndrat e tua i ke ezauruar. Po. Bravo. Për të qenë te kjo pyetja që juve i bët edhe që tha dhe Gersi, po për këto kuotat për persona me aftësi të kufizuar intelektuale, në fakt ajo duhet të jetë, sepse edhe Gersi që e mori këtë të drejtë studimin në Universitetin e Sporteve, ishte mbasi fitoi medaljen e Arit edhe u quaj, domethënë, sportist i nivelit lart ose sportista elitar, siç i quajnë, domethënë në këto gjëra. Për ta futur në universitet. Kam hasur vështirësi sepse fillimisht për këtë arsye se nuk ishte kuota për aftësinë e kufizuar, ndërsa për aftësinë e kufizuar fizike edhe kanë, për aftësinë e kufizuar intelektuale nuk ka dhe mungojnë, dhe arsyeja është, domethënë që duhet të jenë këto kuota, sepse në Universitetin e Sporteve bëhet një test fizik që pastaj të kapin këto norma dhe pastaj pranohet si student. Atëherë nëpërmes Top Albania Radio dhe nëpërmjet dëgjoj, u dha një mesazh. Dhe Ministrisë Arsimit edhe universiteteve ku janë, sepse me pranimin e një çelje të kuotave të aftësisë të kufizuar intelektuale, janë të detyruar që të bëjnë dhe një program të posaçëm për këta persona, ashtu siç është bërë tash në fillore, në ndjeçare dhe në shkollat e mesme. Rrugën e ka qarë Gersi. Gersi është shumë inteligjent Eda dhe i ka mbyllur provimet e shkurtit të gjitha me nota të mira dhe nga pavarësisht që Gersi në universitet është në programin individual si sportist elitar, por ama ai shkon çdo ditë, sepse dhe neve në bashkëpunim edhe me pedagogët edhe ata e thanë këtë mendim që më mirë Gersi të vi, sepse kur je me program individual duhet që të shkosh një herë në javë ose 2 herë në javë, takohesh me profesorin e lëndës edhe pastaj shkon në provim. Por qëllimi im nuk ishte ky, unë qëllimin e kisha që Gersi të përfshihet në këtë eksperiencë të re, do thoja, dhe pedagogët ishin të këtij mendimi që Gersi të vi dhe edhe provimet i japi njësoj si studentët, domethënë të futet ja siç ishte edhe sot, konkretisht jemi, domethënë mbas provimit të parë të vitit të tretë që tashmë është edhe që e mbaron përfundimisht pasaj universitetin, dhe po gjithashtu dua që në këtë kuadër, në këtë podcastin tuaj, të bëj një thirrje që të kemi një mbështetje pastaj dhe që do kërkojmë që dhe do punësohet Gersi. Ne do ndikojmë te Ministria e Radhës për ta ndihmuar për te Ministria e Radhës, te bizneset ku janë edhe këto në për palestra që kanë ose kështu, edhe madje edhe në më gjerë të na ndihmojnë. Prandaj e kemi ndërtuar podcast Labirint në Tru për të pasur personazhe me vlera dhe për t'i promovuar dhe mbështetur ata, dhe ti nga podcast Labirint në Tru dhe Top Albania Radio do kesh një mbështetje të vazhdueshme kur të përfundosh bachelorin për të hedhur në studimet e masterit. Shumë faleminderit, se tesa do të thaja edhe unë. Nisë se po më të preu edhe mami. Kam mentuar edhe unë e kam tërtuar se do krijoj edhe unë një podcast. Do naftosh? Do naftosh? Po unë do t'ju uftoj vetëm tek podcasti i Pest. I ka bërë edhe kështu që domethënë duhet. Sa të urojmë shumë suksese. Atëherë Gersi, podcast Labirint në Tru nuk është vetëm një podcast që ka njerëz special dhe njerëz që kanë bërë emër, siç je ti dhe mami yt, por ka edhe një mision tjetër, t'i bëjmë njerëzit më të mirë, më të dashur, më gjithë përfshirës,
më shpirtëror. Dhe ne sot nga podcast Labirint në Tru dhe Enzo Atini kemi një dhuratë speciale për ty që do të dorëzoj profesori yt Endri Beçi. Bashkë me një dhuratë tjetër. Shumë faleminderit. Shumë faleminderit. Mund ta hapësh, Gersi, ta shohim. Vendosja Endri të dora që ta ketë kujtim. Është një burzuluki personalizuar. Po, nga Enzo Atini për Gerstroken. E kemi kyç notari dhe mesi është faleminderit. Por është 8 marsi dhe për meritën mamin e kampionit kemi një dhuratë speciale po nga Enzo Atini. Shumë faleminderit. Merita duhet t'i shikosh dhe t'i shofësh atë rrinë bukur se i kemi zgjedhur me shumë kujdes nga Enzo Atini. Dhe do na i vendosësh. Janë syze. Po, syze. Shpresojmë shumë që të pëlqejnë. Sepse është ditë feste sot dhe Enzo Atini ka menduar. Shumë faleminderit. Shumë të bukura. Se këto janë me numër që kam unë, po. Si ju duket më shkojnë? Po, shumë super. Ti gëzoj. Shumë faleminderit. Kemi dhe një dhuratë nga profesor Endri. Shumë faleminderit. Ua, me gjitha ato medalje Gersi. Po. Edhe Merita, si ëmbëlsirë. Faleminderit shumë profesor, shumë faleminderit. Shumë kënaqësi. Ky ishte podcast Labirint në Tru. Shihemi puntatën tjetër ditën e diel me Enzo Atini dhe Uin Lajthiza. Faleminderit Eda, Merita dhe Gers. Faleminderit Endri për pikturat speciale që dhuron në çdo episod. Faleminderit. Unë të them në lidhje me shtetin, them me institucionet se të kenë më shumë aktivitete si dhe përfshirëse për personat me aftësi të kufisuara, dhe të fokusohemi edhe te kotat e intelektuale se të nëseren së më shumë kotën në si skorat anën panë, se të kemi së më shumë aktivitete ndërkombëtare të brenda shtetit. Me këtë mesazh nga Gersi, ju themi gjithë nënave shqiptare, gëzuar 8 marsin. Dhe mos hezitoni të luftoni për fëmijët tuaj. Ja kemi një shembull që ka arritur një kampion. Faleminderit që gëzuar 8 marsin dhe mos u dorëzoni kur.